Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe eksakt një letër për Luanin. Luani e parapëlqen pak të krenohet, por kësaj radhe sikur nuk dëshironi të dukeni shumë. Të dashur Luan, ka kaluar shumë kohë ke luftuar, heshtur dhe tani është momenti të pranosh meritat. Shikoni këtu ku jeni ju dhe gjithë turma, ta them ashtu, që nuk thot gjithmonë është në mënyrë metaforike absolutisht, duke të duar trokitur. Njerëzit po e shohin dritën tënde, edhe nëse ti ende ke pak dyshime, ja ke dalë. Pra, ke fituar një betejë të rëndësishme, absolutisht. Por jo vetëm që do jetë dritë për rrugën tënde, do frymëzosh dhe të tjerët. Absolutisht mos fshih më atë që ke ndërtuar. Është koha të dalësh në dritë. Do jetë vërtet, ky është momenti yt në fakt, dhe s'ke për asgjë të jesh modest këtu. Ngre kokën lartë. Ngrihu sepse je fitimtar dhe duke ndriçuar të dashur dhe për të tjerët. Pra, një moment lavdie, një moment suksesi, 6 të shkopive në atë tarot tradicional thot, po kthehesh nga një betejë, po kthehesh nga një luftë, varet se sa i gjatë ka qenë, apo çfarë ka qenë, por i fituar me ushtarët e tu. Dhe suksesi është aty, koha është për të festuar. Të dashur Luan, më në fund dhe ju të festoni për çfarëdo që keni luftuar deri tani.